do të sqaroj mënyrën se si prindët do duhet të hyjnë në ditarin elektronik dhe të nënshkruajnë fletat evidentuese, gjithsesi të shohin notimin e nxënësve apo fëmijëve. Në çdo prind i cili e ka dhënë email adresin tek arsimtari kujdestar, me automatizëm i është dhënë edhe një fjalë kalim, apo ndryshe siç e themi pasfort, me të cilin do duhet të qaset te ditari elektronik. Mënyra se si duhet të qasim është të hapim një web shfletues. Në web shfletues në Google apo te adresa, domethënë do duhet të shënojmë adresën e ditarit ednevnik.edu.mk. Në momentin që hapet kjo, vërejmë që kemi dy butona. Njëri është e cila na thot njoftim për prindrin, ndërsa tjetri njoftim për mësimdhënësit. Domethënë te butoni i dytë është pjesa ku duhet të qasemi administratorët e shkollës dhe mësimdhënësit, ndërsa pjesa e parë u dedikohet prindërve. Prandaj çdo prind duhet të klikojë te pjesa njoftim për prindërit. Pas klikimit vërejmë që mënjëherës paraqitet edhe pjesa ku do duhet të shënohet emailit dhe fjalë kalimi. Në qoftë se nuk del në gjuhën shqipe, atëherë në këtë pjesën këtu zgjedhet gjuhën cilën dëshironi ta keni si shfaqje. Atëherë për të shfaqur, shënohet email adresi, do të them po e marr shembull, do të thënë emaili që është dhënë te arsimtari dhe fjalë kalimi. Në qoftë se dëshironi që çdo herë kur të futeni në ditarin elektronik të shënoni emailin, atëherë vetëm klikoni te pjesa më kujto që të ruhet fjalë kalimi dhe me automatizëm herëve tjera nuk do të keni nuk do t'ju duhet ta shtypni edhe fjalë kalimin. Shtypim butonin hyrje dhe vërejmë se si duket pamja e prindërit, domethënë çfarë pamje ka prindëri te pjesa e fëmijëve. Emri i fëmijës dhe pjesa ku mund të shikojë çdo prind të dhënat. Detaje për mësimdhënësit, plani, orari i fëmijës dhe kështu me radhë, mungesat që i ka marrë fëmia dhe tani ajo që neve na duhet notat dhe sjellja, ajo që është tani për tu realizuar është fleta e evidencës. Te fleta e evidencës, nëse klikojmë kemi një herë fletën e evidencës dhe shfaqet se arsimtari brenda vitit shkollor, domethënë në 3 raste do të krijoj fletën e evidencës. Domethënë në tremjorin e parë, në gjysmëvjetor dhe në tremjorin e tretë. Tremjorin e parë arsimtari ka krijuar fletën e evidencës me këtë datë dhe më njëherë në anën tjetër shfaqet data kur prindëri e ka nënshkruar, me që tani unë e kam nënshkruar për fëmijën. Mirëpo, mund të shohim edhe rastin kur, domethënë te pjesa lart, nëse kemi 2 apo 3 fëmijë dhe jepet email adresa e njëjtë 2-3 arsimtar të ndryshëm, atëherë në pjesën e lartë do shfaqen të gjithë fëmijët të cilët ne i kemi në shkollë. Zgjedhim fëmijën tjetër dhe vërejmë që tani paraqiten të dhënat për fëmijën e dytë te fleta e evidencës, edhe një herë dhe vërejmë që arsimtari e ka krijuar fletën e evidencës, por prindëri ende nuk e ka nënshkruar. Pas shqyrtimit apo pasi që e lexojmë të dhënat për fëmijën, për fletën për notimin që është bërë, atëherë na ngelet që të bëjmë edhe nënshkrimin. Të nënshkruaj, a jeni të sigurt se doni ta nënshkruani fletën? Po. Edhe kjo është e gjitha sa i përket nënshkrimit nga ana e prindërve dhe e njëjta pastaj shfaqet edhe te arsimtari se prindi ka pas qasjen në ditarin elektronik dhe ka parë fletën e evidencës apo notat për fëmijën e tij.